Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allah në falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Sonte të nderuar vëllezër dhe motra, vazhdojmë me takimet të radhës dhe pas një pauze të Ramazanit dhe një rikujtimi në takimin e fundit për dobit, për mësimet që duhet t'i marrim nga takimet e tona, vazhdojmë sonte inshallah me surën e radhës. E kemi përmendur surën El-Balad, nëse nuk keni harru, dhe sonte vazhdojmë me surën Ash-Shams. Surja Ash-Shams është nga surat e Mekës dhe është një surë e cila i ka specifikat e veta. E kam përmend disa të nderuar se kur themi se është sura e Mekës, nuk është thjesht veç ndarje periodike e zbritjes. Domethënë kjo ka zbrit tash, kjo ka zbrit. Jo. Është e rëndësishme shumë të themi se është e Mekës dhe është e Medinës. Kemi përmendur arsyet pse është do të thotë e rëndësishme, po një nga ato është se mësojmë në periudhat e vështirësive dhe të sprovave që ka kaluar për të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, me çfarë tema, me çfarë udhëzime e ka ngushëlluar Allahu pejgamberin alajhi wasallam, e ka inkurajue dhe e ka forcuar së bashku me pasuesit e tij në kohën e kësaj periudhe. Andaj këto tema nuk janë të nderuar vëllezër dhe motra tema që janë të ndërlidhura vetëm me atë periudhë. Në kuptim kalendarik, para Mekës edhe pas Mekës, shpërngulja dhe pas shpërnguljes. Por janë tema që kanë të bëjnë me situata që kanë kaluar besimtarët. Në sa besimtarët kalojnë situata të vështira, kur janë më të dobët, kur janë më të shtypur, kur janë më të sulmuar, më të luftuar, kur janë pak, kur nuk kanë forcë, e shumë të tjera nga specifikat e Mekës, surat e Mekës janë udhëzimi i rëndësishëm dhe i domosdoshëm që garanton edhe stabilitet, garanton edhe reagimin e dur, por edhe garanton preokupimin e dur me tema që i takojnë situatave të kësaj natyre që folëm për to. Prandaj surja Ash-Shams është një sure e cila mund të themi ka dy pjesë që ndahet dhe pjesën e mesme që është si bërthama. Ose kurse një pemë që e ka lëvozhgën, ose një pemë që e ka brendin mena, ka esencën e ka bazën. Nga specifiket e kësaj sure është se kjo sure ka shumë betime. Më betohet Allahu xhallahu ala në shumë krijesa. Andaj nuk ka sure në Kur'an që ka më shumë betime se surja Ash-Shams. Pa nga specifiket e surës Ash-Shams është betimet e shumta në këtë sura. Dhe gjithashtu të ndrozër nga specifikat e kësaj sura është edhe për atë që Allahu betohet. Për atë që Allahu xhallahu ala betohet, sikur do ta mësojmë. Dhe në kuptim të ndarjes kuptimore të kësaj sure, mund të themi se pjesa e parë e kësaj sure, gjysma e kësaj sure është betim, ndërsa pjesa e dytë e kësaj sure është lajmërim dhe vetëdijsim. Domethënë, kemi një realitet, kemi një kuptim të rëndësishëm që Allahu xhallahu ala don me e përçutë krijesat e tij. Kemi diçka shumë të madhe, kemi një lajm të rëndësishëm që Allahu po don me e kumtu tek ne. Dhe kumtimin e këtij lajmi dhe rëndësinë e këtij lajmi Allahu xhallahu ala po e ndërton në dy pjesë. Pjesa e parë e betimit që është mjaft e rëndësishme dhe pjesa e dytë një shembull i rëndësishëm që ndikon në vetëdijsimin ton me karakter të një lloj qortimi dhe friksimi. Prandaj kjo sure është sure më të vërtetë që don meditim, don trajtim dhe normalisht edhe vëmendje të posaçme. Çdo sure i ka veçoritë e veta, por më shumë te surja Ash-Shams unë e përmenda këtë në hyrje për të dhënë një orientim, domethënë trajtimit të kësaj sure, por edhe që të
mobilizojmë vëmendjen në maksimum që të përcjellim se a thua vallë çka Allahu xhallahu ala thot në këtë sure. Kjo sure ka në surja Shams, ndaj edhe kështu është edhe në emërtimet në Kur'an, po edhe kështu e ka emërtuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në hadithin që e transmeton Buhariu në Sahihun e tij, hadithi i Muadhit radhiyallahu ta'ala anhu, i cili e ka falë Yasin me pejgamberin alayhi salatu wasalam, e pastaj ka shkuja ka falë popullit vet, fisit vet ja ka falë Yasin. Edhe kur ja ka falë Yasin, ka ndodhur që e ka zgatë shumë. Domo ai i emocionuar me namazin e pejgamberit, ai mushur me imanin që e ka fituar në namaz me pejgamberin, ka shku me fal njerëzve që gjithë ditën kanë punu. E kanë të lutën, s'kan gjatë në nivel të imanit edhe të emocionit sikur se ka qenë Muadhi. E Muadhi se ka pas parasysh këtë shkputje mes tij dhe mes njerëzve që kanë qenë pas tij duke fal. Edhe njerëzit kanë për shembull në nivel të caktuar të imanit, janë mush dikon, kanë një pritim, ta shkojmë në një mes ku njerëzit janë totalisht shkputur pe kësaj. Edhe çysh ta njerëz s'po kuptojnë. Apo po, kedali kuntum min qabl, kështu ishte edhe përpara. E ti para se më ndodh ky pritim, ky emocion, kjo mbushje, kështu ishte edhe ti. S'ka mbush çaq shumë përshtypje, për shembull informatat ose njohuritë e caktuara. Dhe Muadhi hyn te surën Bakara. Lexon surën Bakara, po njerëz të lodhun. Ta kanë punuar tan ditën se Medina tani është vend, domthonë bujqësor, ku punohet toka edhe kultivohet hurmeja. Prandaj njerëzit lodh. Derisa një ditë njëri e ka ndërprer namazin përgjithësi. Po Muadhi duke u fal, e ka prish namazin, ka shkuar me një qash edhe e ka fal namazin vet. Edhe është anku tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se po na zgat namazin shumë Muadhi. Do ndikush e merr këtë hadith thotë nuk bën me zgat shumë. Sahi, po çka është zgjatja? Muadhi ka qenë surën Bakara. Andaj po që është s'bën me zgat. Në farz nuk bën me këtë surën Bakara. Surën Bakara jo pjesë, po ai ka lexuar surën Bakara para ndaj, surën Bakara ka 2 gjysmë. Është zgat shumë. Andaj kur themi nuk bën me zgat namaz ose pejgamberi ka qortu Muadhin, duhet që me marr rrëfimin në tërësi, jo me shkput nga konteksti dhe me përdor për çka nuk e ka kontekstin e vet. Sidoqoftë, pejgamberi e ka qortu Muadhin, ka e fetan ente ya Muadh, ti apo do njerëz me fut sprova, ti fitnë po do me bë, çka se normal, njerëzit të ndërrozë kur i ngarkon me fe më shumë se që ata e bajnë, mundesh me shumë me qenë fitnë apo. Çfarë fitnë me lon fen? Me lonzimin, me muj ka thonë Allahu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe na ka mësuar dietarët që njeri kur të flet me njerëzit e caktuar, më të rëndomt, që nuk kanë shumë njohuri për fe, me koni kujdesshëm në informata që i përcjell, në informata që i ndan me ta, në kërkesa që i ka shtyjnë. Pse? Se ata nuk janë nivelin tënd për shembull. Nuk janë ata të ushqyer ditë për ditë me informata, me dije, me derse, me neja, kështu me radhë. Dhe ka mundësi që kjo pastaj për ta më bënë një lloj sprove. E ata në këtë sprovë mos me ditë që shmo gjindë. Dhe të marim për shembull versionin më të dëmshëm për ta që është praktikësia e fesë edhe largimi nga udhëzimet e Allahut te barekualla. Edhe ka ndodhur ku njerëz për shembull kanë inkuadruar tema të panevojshme në mes të njerëzve për disa ajo fitnë. Ka feja, ka copa, ka njerëz të përçam edhe e kanë lënë fen komplet. Prandaj më kon të kujdesshëm çfarë tema po plasojmë në tregun e përgjithshëm, çka po diskutojmë, çfarë çështje po ngrisim domthonë në trajtim, për shkak se njerëzit nuk janë në nivel domthonë gjithmonë superior që të kenë muzikë temat e islamit me kuptuar ç'është duhet apo. Sa është ashtu apo. Prandaj pejgamberi tha e fetan ente ya Muadh. Tha ti o Muadh, a je domthonë njëri që do më bëj fitnë? Lexoje surën Ash-Shams. Ja ka përmendur pejgamberi domthonë si përmëzim surën e Shams, edhe i ka thonë, mjafton me kënu, wa shamsi wa duhaha. Kështë e ka qytë pejgamberi në transmetim, wa shamsi wa duhaha. E ka emërtu pejgamberi surën në fillimin e ajetit saj. Kemi marrë edhe më herët në tefsirin e surëve, se emërtimi i disa surëve bëhet në bazë të fillimit të tyre aftën. Për shembull, surja Amma Yatasaalun. Me çka e ka marrë për fillimit Amma Yatasaalun aftën. Për shembull, ose surja Tabarakalladhi. Surja Mulka ka emrin, po Tabarakalladhi, pra gjuzi Tabaraka, nuk thotë gjuzi Mulk, po gjuzi Tabaraka. Pse? Pse me këtë gjuz fillon gjuzi Tabaraka me këtë surë. Prandaj emërtimet e surëve bëhen ose në bazë të temës ose në bazë të fillimit
surës, ose me ndonjë arsye që Allahu xhallahu ala e din pse e ka emërtuar këtë sure me këtë emër. Çdo qoftë, kjo është sura wash-shamsi wad-duhaha. E përmana se Allahu xhallahu ala në këtë sure të ndëruar betohet disa betime me radhë. Dhe varësi që i kanë numëruar dietarët betimet, edhe e kanë përmend numrin e betimeve. Po numri maksimal i betimeve të numëruara në këtë sure është 11. Do 11 betime Allahu xhallahu ala domthon i bën në këtë sure. Në 11 gjëra Allahu betohet. Në 11 çështje Allahu betohet madhore. Prandaj është diçka që me të vërtetë nuk mundet me të qenë indiferent, të shkujdesur kashi asaj që po thon Allahu xhallahu ala me ta tregu përmes një parathënie të gjatë betimesh. Një parathënie të gjatë betimesh. Pastaj dietarët e munduar që të bëjnë një lidhje mes, domethënë, numrit të betimeve dhe asaj në çka Allahu betohet, duke ndri me atë që për te Allahu betohet. Do me ndëlidh atë me të cilin Allahu betohet, duke ndri me atë për të cilin Allahu betohet. Nëse që është të qarta. Allahu xhallahu betohet fillimisht një trajtim kështu pak, ndoshta jo i zgjeruar, por për të kuptuar drejt në çka Allahu xhallahu betohet. Thot Allahu xhallahu wash-shamsi wa duhaha. Allahu betohet në diellin. Dhe nuk është kjo hera e parë që Allahu betohet në diellin, apo? Allahu betohet në diellin në disa sure tjera përmend diellin apo. Nga se është krijesë madhështore. Edhe dini domosdoshmë sa është largësia mes diellit dhe tokës, megjithatë, domthonë depërtojnë rrezet e tij deri në tokë. Përfitojnë njerëzit e kafshët e bimen nga rrezet e diellit me gjithë largësinë që e ka të madhe dielli mes neve edhe mes ti ku e ka vendosur Allahu te bareke ve taala. Prandaj dieta e madhësia domthonë e diellit sa është më i madh se sa toka. Me gjithë këtë madhësi që ka dielli të ndërruar zot, Allahu xhallahu ala mban si kandil të lidhur në qiell, apo si një poç i lidhur i cili nuk bie asnjëherë, por ai lëviz në vazhdimsi dhe sikur që ka në hadith pejgamberit alayhi salatu wasalam, ai gjithmonë i kërkon leje Allahu xhallahu ala për të lindur, apo edhe një ditë Allahu xhallahu nuk i jep leje për të lindur, edhe ai kthehet ka perëndimi, ka ardh, nëse ai lind e shkon perëndim. Tash merr leje nga Allahu xhallahu ala, a më lind për një herë Allahu e thot dikur ju, s'ka më lind më. Andaj ai kthehet nga perëndimi dhe kjo është nga shenjat e mëdha të kiametit kur lind dielli nga perëndimi, pastaj nuk i bën dobi as kujt pendimi, as kthimi tek Allahu xhallahu ala, nga se kush e pret këtë kohë, Allahu na ruaj, është koha kur veç kanë filluar me u shfaq shenjat e mëdha të ditës së gjykimit. Është krijesë e madhe, është domthon nga robët e Allahut azza wa jall, që Allahu te bareku teala me ta domthon i bën dobi robëve, por edhe që Allahu e ka nënshtruar për njeriu. Që ka gjithë kjo krijesë kaq e madhe, realisht është në shërbim të njeriu. I shërben njeriu nga se dini që pa dielli jeta tokë do të ishte e pamundshme. Do të ishte e pamundshme. E pastaj ata që nuk kanë përfituar nga ky shërbim, që përmes këtij shërbimi ti kthehen Allahu azza wa jall, ky diell ditën e gjykimit bëhet pastaj burim i dënimit për ta. Sot është burim i jetës, edhe i gjallërisë, edhe i shpëtimit, e nesër ditën e gjykimit bëhet burimi i ndëshkimit dhe i vuajtjes edhe i mjerimit. Por ata që nuk kanë përfituar nga kjo krijesë Allahu xhallahu ala që i shpije domosdoshmërisht tek krijuesi. Dhe Allah tha wash-shamsi wa-duhaha. Allahu xhallahu betohet në diellin edhe çka o duhaha. Dahu në gjuhën arabe është një pjesë e ditës ose e tërdita. Por kanë thënë dietarë me që Allahu xhallahu ala betohet më poshtë, wan-nahari idha jallaha, betohet në ditën si tërësi, atëherë këtu kemi të bëjmë me një pjesë të ditës. Cila është kjo pjesë e ditës? Pjesa e parë e ditës, namazi duha që themi. Namazi duha do është pjesa kur dielli në nxehtësinë më të madhe. Nuk është tenaç ashtu gjithmonë, por në botën arabe ku dielli do ndin me nxehtë shumë, kjo pjesa është kur dielli është më i nxehtë. Do është pjesa diku në afër 1 orë gjysmë 2 orë para namazit të drekës. E Allahu xhallahu betohet në diellin, apo dhe betohet në efektin e këtij dielli mbi ju. Në dyja betohet. Dhe kështu me gjitha krijesat me radhë, Allahu xhallahu betohet në krijesën dhe në funksionet e kësaj krijese. Ky është një mendim. Nëse një mendim i dietarë është se Allahu xhallahu betohet në krijesën
dhe betohet në atë që ka mundsu kësaj krijese funksionimin. Prandaj Allahu thot wa shamsi wa duhaha. Betohem në diellin dhe atë që ka bërë të nxehtë. Do betohet Allahu xhallahu këtu tash kjo është më e madhe. Do Allahu xhallahu betohet në krijesën dhe në krijuesin, krijesën dhe në krijuesin. Dhe kjo e rrit padyshim, rrit vlerën e asaj për çka Allahu xhallahu pastaj betohet ato. Pastaj Allahu wal qamari idha talaha. Betohet në hanën. E hana e ndjek e përcjell diellin, edhe në lëvizje edhe në ndriçim. Ja se din që hana e merr ndriçimin prej diellit apo. Andaj Allah thot wal qamari idha talaha. Betohem edhe në hanën kur ajo pason, kur ajo vjen, kur ajo përcjell diellin apo. Pastaj Allah wan nahari idha jallaha wal layli idha yaghshaha. Betohet Allah në ditën kur ajo domthon zbulon. Zbulon domthon ose e zbulon në kuptim e largon errësirën ose e zbulon shkëlqimin e diellit. Domthon dita kur bëhet, realisht dita e zbulon shkëlqimin e diellit. Edhe Allah betohet wal layli idha yaghshaha, edhe betohet në natën kur ajo kaplon, kur ajo mbulon. Domthon e largon ndikimin e diellit. Në këto katër betime dietar kanë thënë se kryesisht janë të ndërlidhura me diellin. Apo wa shamsi wa duhaha. Betohem në diellin dhe në funksionet e tij, domethënë ndriçuese dhe përluese, që nxen më të madhe. Pastaj në hanën që e pason kë diellin, në ditën që realisht e shpërfaq diellin, në natën që e largon diellin. Prandaj dielli është në epicentër të betimit këtu, në këtë pjesë të parë të kësaj sure. Veçanërisht në 4 ajetet e para, ku Allahu xhallahu betohet, dietar kanë thënë se kryesisht, ndoshta epicentra e betimit është dielli, pastaj funksionet dhe ato krijesa që janë të ndërlidhura me diellin. E dielli të ndrohet vëllazër, si krijesë i ka dy funksione kryesore, apo e ka funksionin e temperaturës që i duhet tokës, po edhe të ndriçimit, apo. Prandaj është përmend këtu në kapitullin e Shams dhe në bazë të diellit e ka marrë edhe emrin kapitulla për faktin se Allahu xhallahu ala po do më na tregu se po betohet për diçka që në të është jeta juaj, në të është gjallëria juaj, në të është nuri, është drita. Madje disa dietar kanë tentuar të bënin di halama të tillë, edhe kanë thënë se meq esenca e kësaj sure, baza e kësaj sure është pastrimi i shpirtit. Kad aflaha man zakkaha. Për këtë Allah betohet, ka shpëtuar ai që është pastruar, për këtë Allah betohet. Dhe kanë shikuar se thuall tematika e tezkiyes, e pastrimit, në cilët sura përmenden më shumëti, pse do të përmendim se tezkia, pastrimi i shpirtit, përmenden këtë Kur'anin, me që Kur'ani ka ardhur me këtë qëllim. U yuzakkihim, yuallimuhumul kitaba wal hikma, që t'u mëson atyre librin dhe urtësinë dhe zbatimin e librit dhe me i pastru ata. Dhe pastrimi është objektiv madhore, sikurse do të përmendet. Andaj i tërë Kurani është realisht i përfshirë në trajtimin e temave të pastrimit. Por a ka ndonjë sure që për shembull me fokus më të veçantë e trajton pastrimin, sikurse surja Shams për shembull. Shiko, 10 betime, 11 betime për tregu se sa është më rëndësishëm pastrimi i shpirtit. Dhe këtu është në epicentër të surës është pastrimi i shpirtit. Kanë thënë edhe nga suret që e ka në epicentër dhe shpesh përmendet pastrimi i shpirtit është surja Nur. Prandaj shikon Nur dhe Shams. Kapitulla e Nur e dritës dhe kapitulla e Shams, kapitulla e ndriçimit dhe e diellit. Prandaj kjo lidhje mund të jetë një lloj udhëzimi për neve se temat e pastrimit të shpirtit realisht janë temat e ndriçimit të jetës, ndriçimit të zemrës. Nuk mund të ndriçohet një zemër, nuk mund të sheh njëri larg nëse nuk është i pasur shpirtërisht apo. Nuk e ka tezkien. Nuk është dia ajo që të mundson me pa larg. Nuk është vepra, por është pastrimi. Pastrimi pastaj jep kuptim tjetër edhe dijes edhe veprës. Kjo lidhje me surave edhe përmbajtjeve të surës është mesazh i rëndësishëm për rëndësinë e temës që do ta detajzojmë inshallah edhe në vijim apo. Allahu xhallahu ala pastaj kur betohet në këto katër që ndëlidhen me diellin, Allahu thot was-samai wama banaha. Betohet në qiellin, që qielli është mbajtësi i diellit dhe nuk është
edhe këhera parë që Allahu xhallahu betohet në diellin, apo në qiellin, edhe që e përmend qiellin. Nga se qielli është një argument i madh që tregon fuqinë e Allahut te bareku teala. Por edhe gjithashtu kemi një urtësi tjetër që do ta përmendim në vijim, që ka të bëjmë edhe me diellin, edhe me hanën, me lëvizjen e këtyre planeteve, po edhe me vet komplet qiellin apo. Allahu thotë was-samai wa ma banaha. Betojmë në qiellin edhe në atë që e ka krijuar në kuptim. Çikur banaha, ai që ka krijuar qiellin, ai që e ka ngritur këtë qiell apo. Ose betojmë në qiellin dhe në ndërtimin e tij, në ngritjen e tij. Do betohet Allah si krijesë dhe si funksion, nga se qielli është lart, është i ngritur mbi ne atë. Was-samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Allah betohet në tokën që na shkelëm, në të jetojmë nga ajo jemi të krijuar dhe betohet në gjerësinë e saj. Tahaha është sikurse e kemi thënë në surën e mërme dahaha. Do ai që e ka zgjeruar tokën, ai që ka bërë tokën të shtrirë që realisht të jetë e lehtësuar për jetën e njerëzve. Të jetë e lehtësuar për jetën e njerëzve. Ai toka dihet e ka formë rrumbullakët, por neve na është shfaqur si e shtrirë që të jetë e lehtë për neve për të qarkulluar në të dhe për të lëvizur mbi të dhe për të përfituar nga toka. Andaj Allah tha wal ardi wa ma tahaha, betojmë në tokën dhe në zgjerimin e saj, sa është e gjerë, ose betojmë në tokën dhe në atë që ka zgjeruar atë, e që është Allahu te bareke wa taala. Pastaj Allahu xhallahu betojmë wa nafsin wa ma sawaha, betojmë në nefs. Nefsi këtu është shpirti i ju, ju ai nefsi në kontekst negativ, që është sinonimi i dominimit të epshit. Nga se nefsi ka disa kuptime në Kur'an që përmend, apo nefs është për qëllim ajo pjesa e errët e njeriu që e nxit e josh njeriu për të keqe, apo e që jemi të kërkuar me luftu, që është sinonim i epshit. Edhe nefsi rreth ajo pjesa që shpërfaq gjallërinë e njerit. Njeri është i gjallë me nefs. Dhe Allah thot kullu nefsin dha'iqatul maut. Çdo nefs ka me eshiju vdekjen. Jo çdo epsh, e ai që s'ka epsh. Ja, kullu nefs, të nefsi është për qëllim, është një krijesë e butë, një krijesë e fshat, një krijesë e çuditshme që ne nuk e dimë çfarë është ajo, por që ne e përjetojmë me ndim. Prandaj njeri sa e ka nefsin, lëviz është i gjallë, trupi merr kuptim në bazë të nefsit. Kur del nefsi, apo kullu nefsin dha'iqatul maut. Kur ky nefs e shijon vdekjen, trupi bëhet i pavlerë. Vorroset dhe bëhet pjesë e dheut për shkak se nuk ka gjallërinë te. E në këtë nefs që ka çudinat më të te. Ka çudinat më të. Me të argument i krijuesit te bareke te ala ato. Nefsi shika të ndozë. Sa nefs ka krijuar Allahu zot, se s'e ka të posaçëm vetin apo. Pastaj çu ndikohet ky nefs me një fjalë disponohet, me një fjalë jetënohet, me një friksohet, inkurajohet, bëhet ndryshimet e tij të shumta që i ka, lëvizjet e tij të shumta, ndikimi i tij madh tek njeriu, gjallëria që e ofron kështu me radhë, janë argumente. E Allahu betohet u nefsin në këtë nefs, wa ma sawaha, edhe ai që ka përkryer, e ka bërë këtë nefs në formën më të mirë të mundshme për njeriu atë, por edhe për krijesat e tjera. Qase këtu dietar kanë thënë që nefsi që Allah beton te mund të jetë nefsi, domthonë ajo fryrja e gjallërisë dhe jetës në çdo krijesë, por mund të jetë edhe e veçantë për njeriu. Po sidoqoftë është me të vërtetë sawaha, domthonë e ka përsos Allahu te bareku teala. Edhe këtu Allah betohet wa nafsin wa ma sawaha, betohet në nefsin dhe në përsosmërinë e nefsit, ose betohet Allahu në nefsin dhe në atë që Allahu xhallahu e ka përsos, nga se ai është krijuesi dhe ai është që e ka përsos këtë nefs. E pas këtyre betimet e ndërmëzor që thash, dietarët kanë dallim në numërim. Në numërim disa i numërojnë veç krijesat, ndërsa funksionin e krijesave nuk e llogarisin si betim. Andaj ju duhet më pak. Disa thonë jo krejtjon, se wavi këtu, wa shamsi wa duhaha. Wavi nuk kupton se ajo që vjen pas saj nuk ka sikur se ajo që vjen para vavit, para lidhjes me dhe. Andaj se s'la është betim. Wa shamsi betojmë në diellin, wa duhaha dhe betojmë në ndriçimin e diellit apo në shkëlqimin e tij dhe betojmë në atë që ka kriju këtë shkëlqim e kështu me radhë, e nëse kështu i numëron dalin 19 betime. 19 betime një mas një është punë e madhe apo. Për na e rrëfy Allahu xhallahu një realitet, ta kuptoni drejt edhe mirë.
realitet është, domthon, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ç'kjo është? Krejt jeta jonë çto. Krejt qëllimet që të shkojnë apo. Ka shpëtu ai që ka pastru, ndërsa ka dështuar ai që ka njollos nefsin e tij. Shikoni të vëllezër, këtu para se më dalë të komenti i tezkjes i këtij pastrimi që ka Allahu flet, një ndëlidhje mes krijesave që Allahu xhallahu ala betohet me to, me atë që për te Allahu betohet, sigurisht që ka fillim. Allahu betohet në këtu krijesa madhore, që ka betohet Allahu në diellin, betohet Allahu xhallahu ala në hanën, betohet Allahu xhallahu ala në qiellin, në tokën, krijesa madhore. Apo çfarë t'jap që më kuptu? Se ajo që ka më betu Allah me të është gjithashtu madhore dhe rëndësishme. Sa është i rëndësishme dielli për jetën tonë? Jetik, pa diell s'ka jetë. Apo, edhe pa tezkje s'ka shpëtim. Apo, betohet Allahu xhallahu ala në qiellin. Mos me kun qiellin me ra për mi, s'ka jetë. Apo, toka betohet tokën që është jetike për neves, pa to kurnojmë, apo. Andaj e ndëlidh, domosdoshmërinë e ekzistimit të këtyre krijesave me domosdoshmërinë e pastrimit për iman dhe për shpëtimin e nesër ato. Shumë e rëndësishme apo. E para, e dyta, Allahu xhallahu kur përmend këto krijesa, ty të mahnitin. Qysh Allahu xhallahu ka kriju diellin, qysh rrin, qysh lëviz, nuk bien, apo kush e mund diellin ato? Kush e mund? Te ashe shtylla, a ishe diku të lidhën. E para shiko këtë për shembull luster që kena përpara, po. Shiko sa është i madh, po. Shiko sa dosh me lidh, apo çfarë zinxhire, çfarë me lidh, dhe ti e shash i qasur i lidh dikun. Diele është i lidh dikun. A është diku të lidhën? Shënzorët e kanë studiu edhe temperaturën e diellit, sa është temperatura e tij në fillim, sa është në thellësi, sa është më i madh, kanë arritur që gjë këto me bë matjet, apo mirë. Në këto matje, në këtë sërim, a kanë gjithë dikun që lidhën? Jo, apën, hana, lëviz. Shiko qëfar lëviz e mërkullushme, apo, që djene duke lëviz, realisht i bartë rezet i tek hana për të ndryquara. Varë që në qëfar faza është, jo gjithmonë, po, në faza që e lëviz. Qëka e me kuptu kjo, apën? Kjo e me kuptu se egzoni sistem i përkrym. Egzoni sistem i përkryer. Gjithë shka lëviz me lejnë Allah të barë këtala. Prandaj, Allahu xhallahu kur thot ka shpëtuar ai i cili është pastruar, do të thonë ai i cili ka ndjek rrugën e Zotit dhe sistemin e tij. Don dalën nga sistemi Allahu xhallahu ala është ndotje. Dalën nga sistemi Allahu xhallahu është humbje. Prandaj derisa e njehni sistemin Allahu xhallahu ala, domthon legjislativ, shariatik, apo do të keni gjallëri, sikurse keni gjallëri në pasimin dhe ndjekjen e sistemit të Allahut kozmologjik. Na i bindemi ligjeve të Allahut kozmologjike, i bindemi. Allah ka bërë për shembull diellin vendimtar, tokën e ka bërë vend jetesës, edhe na i bindemi. Ai ne shtrojmë Allah xhallahu në këtë gjykim, po, andaj Allah thot, sikurse ju përfitoni nga bindja juaj në ligj të Allahut, ligj kozmologjike, apo do të përfitoni edhe më shumë nëse i bindeni ligjeve të Allahut shariatike. Për faktin se ligjet e Allahut shariatike të Allah janë më dashna se ligjët e Allah xhallahu ala kozmologjike. Kësë më shumë, normal. Allah ka ligje shariatike, ka zbrit, për shembull, kjo është udhëzim, kjo është e mirë, kjo është e keqe, kjo është e lejuar, kjo është ndaluar, kjo obligim. Ligjët e Allah xhallahu ala. Sikurse ka bërë Allah xhallahu ala ligj që uji të ketë këtë përbërje, të keni këtë nevojë, të keni këtë ligje, apo dy pa ligje, ligjët e Allah xhallahu ala të shpalljes edhe të krijimit. Mirë po xhallahu ala i dën më shumë ligjet e tij të shpalljes. Për këtë arsye të ndërrova, respektimi i ligjeve të Allahut kozmologjike nuk çon xhenet. Dorso respektimi i ligjeve të shpalljes çon xhenet. Prandaj çto dallime? Këto dallime. E Allahu xhallahu prat, ashtu që po i respektoni ligjin e Allahut kozmologjike dhe peshni harin, bëni të bindur se respektimi i ligjeve shariatike edhe më shumë harin keni apo edhe në dynjë edhe në ahiret apo. Mesazhi i qartë për krijesave. Nëse pranon për shembull kur ti ka cilësh përfiton kët, po që dilli Allah ka vendos, apo nëse gjithë këtë dille ka vendos, edhe e shim harin e Kur'anin. Don Kur'ani me diellin në çfarë raport janë? Në kuptim të vlerës. Pa krahasueshëm.
Të ndërëzër, një fjale e Kuranit vlenë ma shumë se kejtë kosmosi, apëtën. Një fjale e Kuranit, pse? Për fjale Allahut e barek vëtala, fjale Allahut azogjen. Ndaj, këtojnë Allah Gjellewala i ka bë mjete. Gjitha këtu kresa i ka bë Allah Gjellewala mjete që të shërbin, po edhe që për mesaj që ta një madhësi Allahut e barek vëtala. Mirë po, nuk ka mundësi me një madhësi Allah Gjellewala dhe që ka i dënë ma mirë se për mes fjales e tija. Allah Gjellewala betohet me këtë për këtë. Dhe e trite që mund të përmeni mos me zjatë në këto lidhje është edhe se nga një njëri mund të proces në pastrimit mund të këzën të vështirë. Po, sa jo, kush është që i pastruot, kush është që i bot, apo. Allahu Gjellewala që ka dhe të apëtën? Apo, që ka dhe Allah të barë të apëtën? Nëse dillin e manë, nëse qilin e manë, nëse këtë e banë, pëse ty i së pastruon apëtën? Do ti fitën bindje se mund shmësht të pastruesh, duke e pas se sa është e mundshme të mba dielli. Për faktin se na nuk pastrojmë vetë. Apo. Çka thot Allahu azza wajal? Mos është Allahu ma zaka minkum min ahad. Mos është Allahu xhallahu askush nga ju nuk është më pastru. Në surën Najm, fala tuzakku anfusakum. Mos e trajtoni, mos pretendoni se jeni të pastruar. Ai e din më së miri kush është i pastruar. Ai e din. Prandaj pastrimin duhet Allahu xhallahu ala. Çka duhet ti më bëj? Me ndjek udhëzimet e shpalljes dhe me kërkuar ndihmën e tij tek Allahu xhallahu ala. Edhe është e mundshme që të bësh bilur i pastër atë. Nëse nuk beson këshire diellin, nëse nuk beson këshire tokën, nëse nuk beson këshire kët, ai që po të premton për pastrim, është ai pikërisht i cili gjitha këto kresa ditë për ditë po të shpërfaq për të bindur ty në madhështinë dhe fuqinë e Allahut te bareku te ala. Ai të ndrozur, domthon ky krahasim është madhështor. Madhështor, për shkak se në raport me këto kresa çka janë ana? Çka janë në raport me diellin? Kur gjë? Çka përbëjmë na për diellin? Çka përbëjmë na? Jo na si individ. Jo, na si ekzistencë, kur gjë nuk përbëjmë për diellin, absolutisht. Këtë tokën me gjujnë diellja, a e përbin? A ja shkrym në pjesë diellit apo? Absolutisht. Absolutisht. Ofër 1 milion herë apo përmendes është dielli më i madh se toka apo? A na, 1 milion toka ti nxën brenda pa të lash atë. A kupton disa është i madh apo? Por Allah xhallahu ta bën shembull këtë rob ti me të kallëzu që bindun në mëzimet e tij të Allah xhallahu ala. Prandaj kjo na bën tek një pjesë e rëndësishme e shpjegimit të kësaj sure se kjo sure të ndruar me këto betime, me këto krijesa, me këto lidhje, me këto shpjegime, realisht tregon kujdesin e Allahu xhallahu ala për udhëzimin dhe për pastrimin tonë. Kujdesin e Allahu xhallahu ala. Edhe në aspektin e orientimit, po edhe në aspektin e udhëzimit. Do më kuptim, Allah na orienton këto tema, pastaj na udhëzon si me u shërby dhe si me arrit suksesin në këto tema aftë. Kur Allah thot kad aflaha, betohet në gjitha këto krijesa të ndërgozë thot kad aflaha men zakkaha. Çka kupton të bëjë? Me që po përmen krijesa që i nështruan një ligji të vazhdueshëm. Dhe ti zbatimin e këtij ligji e heton çdo ditë. Për shembull tash të ndërgozë. A falem akshamin? Po. Me çfarë ligji për në diell atë? Ti a përjetuve këtë ligj, u zbatu. A ka thënë Allahu xhallahu ala kam përndu, a përndaj? Ti a pesha që përndaj? Apo se vrim në këtë lëvizje para atë? Këtë lëvizje. Allahu po më na thonë të ndërum se çysh po hetoi këto rregulla, po i pretoni këtë rregull, përndon lind. Ana pason të ndjek toka e këtu me radh, edhe mos harroni këtë ligj, këtë rregull të pandryshueshëm, çyshën këto ligje të pandryshueshme, merrni këtë rregull të pandryshueshëm, kad aflaha men zakkaha. Ky rregull është ka shpëtu veç ai që është pastru. S'ka shpëtim tjetër atë. Men zakkaha. E këtu Allahu xhallahu ka pranë fjalën tezkia të ndozë. Fjala tezkia, domun kena dëgjuar disa herë se çka është tezkia. Tezkia me but tezkia, derë tezkia se kështu më radh. Çka është tezkia? Se kjo është shpjegë kuranore. Tezkia është shpjegë kuranore. Allah e ka përmend. Kad aflaha men zakkaha. Tezkia është shpjegë Kuranit apo? Tezkia na përdorim pastrim. Tezkia të ndërmëzër në kuptimin gjuhësor i ka dy kuptime.
I ka dy kuptime. E ka kuptimin e pastrimit dhe ka kuptimin e shtimit, e ka kuptimin e shtimit. Në qëka që shton. Prandaj ka thonë djetarët se definicioni i tezkjes që këtu kërkohet, realisht i ka dy kuptime, që përmbledhin këtë definimin e tjerë. Largimin e veseve të këqija dhe procesin e shtimit të punëve të mira. Me një fjalë, kanë thënë është zbrazje dhe mbushje. Që kjo është procesi i jetën tonë? Që kjo është lëvizja jote në jetën tonë? Edhe kjo është i pandalshëm. Ky bëhet me dëshirë edhe bëhet pa dëshirë. Ky procesi i mbushjes dhe i zbrazjes bëhet me vullnet dhe pa vullnet, bëhet me vedi dhe pa vedije. Patjetër. Njerëzit gjatë ditës marrin informata që ju duhen, apo marrin ato që nuk ju duhen. Ato që i marrin që nuk ju duhen, realisht përjashtojnë ato që ju duhen. Njeri non-stop në këtë proces. Tash dikush e ka të organizuar procesin e zbrazjes dhe mbushjes, e dikush e ka të pa organizuar, e ka kaotik. Nxjerr çka nuk bën me nxjerr, e mbush me ato çka nuk duhet më mbush. E Allahu po na thot, duke na betuar në 11 betime që organizojnë jetën e juaj që edhe mbushja të jetë e organizuar, po edhe zbrazja të jetë e organizuar. Që kjo e tezkia. Sa ma i organizuar ky proces i zbrazjes dhe i mbushjes, aq më të pastër jemi apo. Duhet më organizu. Me çka më organizu? Ka pas udhëzime për këtë, që dietarët e kanë përmend. Por kuptimi më i drejtë i tezkës që kjo apo. Është zbrazje dhe është mbushje. Duhet me ditë çka më hiq, e duhet me ditë çka më marr apo. Duhet me ditë çka më hiq dhe çka më marr. Shumë njerëz në përpjekjen e tyre për tezkje të nuzër ja kanë huq. Na kemi përvojat shumë të popujve të mëhershëm, po edhe të fraksioneve brenda Islamit që kanë bërë përpjekje të mëdha për tezkje. Por fatkeqësisht duke larguar atë që duhet me mbajt, e duke mbajt atë që duhet me larguar atë. Ai shpesh e gjen në tezkjet e tyre për shembull, në formulimet e tyre për tezkjen i gjen që përjashtojnë obligimet madhore. Nuk e parashojnë namazin si pjesë të mbushjes. Apo, po më shumë e kanë pjesë të mbushjes ëndrrën, apo se sa shpalljen. Problema, por kur njerëz mbush me ëndra, kur pjesë e tezkës është ëndra, ka pa, ky ëndrat ose pretimet si mbyllazi, shihet e caktuara kështu me radhë, në llogaritë përjashtimit të shpallës nga zemra tyne. Procese të dështuara, edhe këta kanë dashur tezkje, mirë po në drejtim të kundërt, duke zbraz atë që duhet me të mbush, e duke mbush me atë që duhet me zbraz nga zemra. Prandaj Allahu xhallahu ala thot rregull, qad aflaha man zakkaha. Ka shpëtuar ai i cili realisht procesin e zbrazjes dhe mbushjes e ka të organizuar në përputhje me ligjin e Allahu xhallahu ala shariatik, sikur që edhe funksionojnë krijesa që në topë beton në bazë të një ligji të caktuar që garanton pastaj edhe jetën e mirëfillt mbi sipërfaqen e tokës. Kjo lidhje është e mrekullueshme, shumë e rëndësishme për tezkjen. Thot Allahu xhallahu qad aflaha man zakkaha, ka shpëtuar. Ja ka dal, e ka arrit synimin, qëllimin. Apo. E ka prek realitetin. Se fjala falah, qad aflaha. Fjala falah ka disa kuptime, nga ato është, i thënë falah, i thënë bujkut. E çka bën bujku? E hap tokën, e fut në te farën e dur. E mbulon kujdes e mirëmban që nga e farë të del, një fryt i dur. Qështu të është edhe ai që të me shpëtu. Din çfarë fare me miell, në çfarë tokë me miell, din me mirëmbajt, ndash me i pas frytet e duhura nesër. Ç'ka është procesi i tezkjes? Apo e din farën, e din ku me miell dhe din ç'është me mirëmbajt dhe me kujdes për të aftë. Gjitha këto procese besimtari ka të organizuar mbi bazën e shpalljes udhëzimeve të asaj që ja ka dërguar Allahu xhallahu ala Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj Allahu tha: "Wa qad khaba man dassaha." Khaba ka humbur, ka dështuar. Kush? Shikoni të ndonëzër, është mirë pak edhe të shpreh me i dalluar. Shikoni të zeka përmenëm çka tha Allahu xhallahu ala. E përdoj fjalën tezkije, edhe kuptuan çfarë kuptimi ka tezkije. Kur ka ardhur tek e kundërta e tezkjes, kush s'ja ka dal, kush ka humb? Tha Allahu dassaha.
Dessaha nuk është një llosje. Ne e përkthejmë një llosje për shkak se kuptimi i fjalës këtu na çon. Po në esencë fjala dessaha nuk është një llosje, por është fshehje. Është fshehje. Për shembull kur diçka dessa fshehja, e ka fut diçka në diçka, do e kam shef. E kam shef. Kur kapëm tradhti thënë desise, se tradhtia bëhet fshehur, e kam shef diçka në diçka që nuk duket, apo. Do në diçka që duket, brenda e kam shef ato që nuk duket. E pse Allahu xhallahu ala çështën e njollosjes së shpirtit e ka përmend me fshehje, pse? Shumë interesant. Për shkak se Allahu xhallahu ala e ka krijuar njeriun të pastër në fitra. Apo. Dhe në qoftë se njeriu do të mbetej në këtë fitrë, apo ti ketë të hapura kanalet që Allahu te bareku teala përmes këtyre kanaleve e ka ndërtuar besimin në Allahun xhallahu ala, edhe natyrshmëria komunikon me shpalljen, merr dhe ushqet shëndetshëm, apo nuk ndodh kur një llosje apo. Problemi është se njeriu nga vëzhlia apo një prirje që duhet, një vlerë që duhet, një të mirë që duhet, ta mbulojnë me një edukat, për shembull që nuk o dashur. Andaj vjen një edukat e keqe, vjen një ndikim i shoqërisë i keq, vjen një ndikim medial i keq, edhe e mbulon njeriu, derisa njeriu realisht mbulohet nga diçka që nuk është natyra e tij, nuk është ai origjinal, çka dessaha. Prandaj ti duhet tash të jesh kur kalosh në fazën e adoleshencës, i kupton gjërat, i njeh gjërat, fillon me kuptuar çu duhet, tash të filloj procesin e këtij pastrimi të vazhdueshëm nga njollat dhe nga mbulesat që janë shkaktuar në moshën e hershme dhe që shkaktojnë në vazhdimsi si pasojë fërkimit të vazhdueshëm me njerëzit ato. Ai sa ka anë të mira, ndryshme që mbulohen ato. Mbulohen. Për shembull të ndonjëzë kur njëri përgojon. Përgojimi të ndonjëzë nuk ka përgojimi kanal të posaçëm të njerit apo. Jo, ai komenton një kanal që është dashur në përtaj me ecë dhikri. Në përtaj është dashur me ecë fjala e mirë. Por më nuk po ecë fjala e mirë në përtaj, ecë në përtaj përgojimi. Domethënë ai e ka mbulu një të mirë që është dashur ajo me funksionuar. Prandaj hapja e kanaleve të këtilla, ku lëshën funksionojnë udhëzimet e Allahu xhallahu ala është procesi i kësaj tezkie që Allah kërkon për ne. E ai që nuk e bën kët hab men desaha. Ai që nuk e bën kët, sot Allah xhallahu ai ka dështuar dhe e ka humbur atë. Prandaj Allah thotë kët hab men desaha. Kur jemi tek tezkia të ndërmozur, tema tezkias don trajtim më gjon, më shumë normal, veç po duam i përmend veç disa elemente që janë të rëndësishme me i kuptu se mbi çka ndërtohet kjo tezkia. Ç'ky procesi i mbushjes, i zbrazjes, ç'ky procesi i hapjes apo dhe largimit të mbulesave që kanë ngulfat jetën e njeriu, nuk e lejojnë lirshëm dhe natyrshëm me marr frymë, por shkak se është i ngulfatur me gjëra të jashtme që nuk i takojnë. E kështu me radhë, ç'ky proces me çka ndërtohet. Dietar ka përmendur baza ndryshme. Vazhën nga janë qast, unë du mi përmenë 5 të përmbledhura për. Bazat e tezkies të nëzër. Që to duhet me qenë, do më ato që realisht e dominojnë këtë proces dhe e udheqin dhe e organizojnë këtë proces të këti pasrimi. E para, njohi Allah të bareku ta'ala. Nuk ka. Njohi Allah të bareku ta'ala është baza më e rëndësishme e këti pasrimi, e këti procesit. Nga se dush më mbush me njohje. Sa ma te për mbushish me njohje të Allah të bareku ta'ala, mbushish me njohje për vetveten kush je dhe për nevojën që ke për Allah te bareku teala. Mungesa e kësaj njohje pastaj krijon varësi nga njohje tjera që të bojnë me u lidh me sebepet më shumë se sa me krijuesin atë. Njohja e Allahut xhallahu ala. E këtu ka shumë çka më thon tek njohja e Allahut te bareku teala. Mirpo është pjesë e rëndësishme domthon kësaj çështje të madhe. Ti suksesi që na do të mësojmë. Domthon njohja e Allahut azh. E dyta, njohja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nëse ai është modeli i pastrimit, ai është modeli i suksesit, dashur po një të pastruar
shikoni Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dash me pa çish duhet praktikisht me u pastru, ndjekë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Udhëzimet e pejgamberit janë të mbushura me tezkije, të mbushura me tezkije. Madje edhe lutjet e tij janë të mbushura me kërkesë për tezkije. Sa ka dua që për kërkon që Allahu azza wa jalla e pastru nefsën e tij. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayrun min zakkaha. O Zot, më pajes me dëshmëri dhe pastroje nefsën tëm nga se ti ai që më mire pastron. Doja pejgamberit alayhi salatu wasallam. Prandaj kush e njeh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në këto është tezkia. Prandaj pasimi i pejgamberit alayhi salam garanton qeltërsi dhe garanton pastërti dhe dlirësi e jo zymtësi e shëmti. Sikur se ndodh për shembull dikush në emër të pasimit apo të shëmtuat me përgojim, të shëmtuat me zili, e të shëmtuat me urrëndë besimtarëve në emër të këtij pasimi. Çfarë pastrimi ke bëu me këtë pasim? Apo pasimi i cili realisht pasimi i cili e ngrit nivel të gjykimit ndaj Rabbit xhelalu ala, nuk din tjetër pos gjykim përmes pasimit. Kjo është tezkia. Tezkia është tezkia më pastru nga zelia, më u dash njerëz udhëzimin, më u dash njerëz të mirën. Ç'kjo është njëri që ka tezkia? Shkon e pejgamberi sa të ndrozë. A ka luftu për dënimin e Kurajshve apo për shpëtimin e Kurajshve? Për çka ka luftuar apo? Shkon për shembull jetën e tij. Shkon në Mekën, shkon në shpërngunin, shkon në Taifin, ku është ngjitje, ku ka shku pejgamberi sa. Për çka arsye? Shkon në Taif i ka me leku, me shkatru. Me shkatru. Wallahi të ndërlozë, fatkeqësisht, plot muslimanë sot. Mi janë me lek i tillë, jo për kriminal që po ushtrojnë dhunë nga Gaza, jo për ta. Po me vetë kundërshtarët e mendimeve tua, atë u gjujmë kota më thot po se këta janë bidaçia atë. A kupton ti çfarë shëmtie ka shkaktuar keqpërdimi i pasimit atë? Kjo nuk ka tezkie. Kjo nuk ka tezkie me pas shef dikush me dek, apo dikush me u shkatru, dikush me deviju, që me dalë shesh se ti ke pasit më mirë. Kjo nuk ka tezkie. Pasimi i pejgamberit garanton tezkie, por në bazë të asaj që e përmena, të mëson me çka më mbush e nga çka më zbraz. Jo në emër të pasimit të mbushësh vrerë, e zili, e urrëti për kan, për njerëz e save që falesh bashkë me ta, musliman. S'është udhëzim kjo, kjo nuk ka pasim. Është baza e rëndësishme pasimi i duhur i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Bazë tezkjes e këtij procesi se s'po të më që pastrim se s'është pastrim, është më shumë se pastrim, është edhe adhurimi ndaj Allahut azza wa jall. Të ndrozo çdo adhurim që Allah e ka përcaktuar, roli i tij është tezkia. Andaj do njerëz kanë dashur me përdor tjera rrugë për tezkie. S'ka mundsi. Nuk ka mundsi. Nuk ka mundsi. Shikoj për shembull të njerëz vinë nga njëra edhe e zhvlerësojnë një adhurim në emër të pastrimit. Për shembull, kushtimisht apo me lon njëri s'po tham namaz obligativ. Për shembull namazin e natës. Apo namazin e natës brojsh. Pe sofrave të begata të tezkies ato. Dhikrin. Për shembull, thot Allah më si zemrën e paq. Sa i po me çka më bëhet paqë? Nëse se bën me namaz natë me dhikr, nuk me çka bën paqë. Me çka bëhet ajo paqë? Nëse ai nuk mbushet me dhikr, me Kur'an, me namaz natë, me agjërim, me sadaka, me mosas për obligime, me çka bëhet? S'ka tjetër, nuk ka tjetër. Është e vërtetë që namazi, adhurimet janë sebeb të këtij pastrimi, por janë sebeb i pa alternativë. S'ka alternativë tjetër. Ata që kanë tentuar me u pastru në forma tjera, jashtë udhëzimit që ka ardhur te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, jashtë adhurimit, kurse ka ndonjë. E pamundshme është, nuk mundesh. Për shkak se Allahu xhallahu ala i ka bëu këto sebepe të domosdoshme në këtë proces. Andaj adhurimi i rëndësishëm është domosdoshmë. Çështja e katërt është ahireti. Ahireti. Në sa më tepër mbush ahiret, qet domon ata dzit e dunjos. Ahireti e pastron zemrën nga dzit e dunjos. Sa më tepër ahiret në zemër, më pak dunjo. Sa më pak ahiret në zemër, më shumë dunjo. Njëna ka më marrë ato. Dunjoja s'ka qëllim zemër. Dunjoja ka vënë në bark, në gojë, në dorë. Çfarë ka vënë dunjoja? Çfarë ka vënë dunjoja? Dunjoja s'ka qëllim zemër.
Çdo pjesë e dunjos që hin zemër e prish procesin e tezkesave. E komplikon, e vërtetson. Andaj sikur që ka thonë Sheikh Ibn Taymiyyah rahimullah në hadithin e qenit kur të lpin, sa du të me laptën, apo? Ose për hadithin kur ka fotografinë në shtëpia, me lajket nuk hin, apo? Ka thonë Ibn Taymiyyah rahimullah, nëse me lajket sin, me lajket e mshires, për krajës, ndihmës, me lajket e rahmetit, nuk hin se që ka fotografi të varën, apo? Në shpi, simbolik kur gjë, formalitet, ama sin, që ka të mënë, ose ku ka qenë, sa shumë kanë marrë qenë në përshpia, apo? Atë këtë qështë, i qesim i lakë nga shtëpijat, prezenca e qenë në shpi, në banes, jo qenë në barë me rujtë ose i deleve, për nevoja, po qenë i hobit, qenë si antar familje, apo, i dëbën me lajket, apo, E nëse të ndronë dhe të Ibn Taymiyyah rahimahullah, prezenca e një kafshë, të këvundit krijesë Allahut është qenë jam, ose prezenca e një fotografie, dëbën me lajket, që janë realisht simbolik e mëshirës Allahut te barekutaala, që ka të nëse që kjo fotografi nga muri i shtëpisë është varë në zemër, je lidh me dikon me zemër, e aty qyshin atje rahmeti Allahut xhallahu ala, qyshin atje, nëse një tërë që jelpin qeni duhet 7 herë me laptën, e një zemër që jelpin dunjaja, sa duhet me laptën? Këto e në sene që duhet mi lidhë si në realitetet e në dërmëzërë. Përndaj, sa ma ti për ahiret, në zemër, dëbën dunja për zemërës. E sa ma ti për dëbu dunja, proces është funksional, nga se jemi të kërkuar të mbushim në dunja, e të zbrazim nga dunja, të mbushim në ahiret, e të zbrazim nga dunja. Moshu ahiret, zbrazu dunja. Moshu ahiret, zbrazu dunja. Kjo proces i vazhdueshëm. Apo, përndaj, ahiret është më rëndësi. Dhe çështja e pestë, e rëndësishme që është, domthonë, këtë proces, këtu janë 4 baza donë të mbushjes, që sa më tepër mbushemi, garantohet në mënyrë të suksesshëm procesi i zbrazjes, po normal. Sa më tepër mbushet njëri te Allah xhallahu ala, del ndikimi i nefsit, del lidhja me njerëzit e kështu me radhë, e tjera që i përmena. Dhe e pesta me rujt këtë proces nga pengesat kryesore që janë shejtani dhe nefsi i kuptimit ngusht e psharaka, nefsi i kuptimit ngusht atje, me rujt, nga se shejtani të ndërmëzë këtu godet, shejtani që proces e ka më rëndësia, a i sti prej këtjerat, a i do me të mush ma ata që s'duhet më mush, e me zbraz nga e që duhet me të më mush, apo, me të mush ma ata që duhet shpesaj më zbraz, e me zbraz nga e që me të më mush, që kjo është proces shejtanit. Sa ma shumë e nje këtë armik, e lufton dhe e pengon këtë strategjitet i kundërteje, i me suksesëm. Për da shika, nëse që tu i marëm të ndërëzër, kjo është qëllimi jonë, këtu e mbazat, kjo është projekti jonë, me qëka të një mirë muslimani? Jetën ati që të organizohet, që kjo është me organizu jetën mi bazën e qështje madhore të besimit në Allahun të bareke o talë. Edhe pastaj Allahu xhallahu ala të ndërëzër, mas që përmani këto realitete, po shkëve që ka funit të përfundojnë surën, Allahu xhallahu ala thot, kedhebet thëmudu bit tagwaha. Këtu Allah përmani tash pjesa e dytë, cila tash është pjesa e një qërtimi dhe vendisimi. Pjesa e para, pjesa e betimit. Për këtë rreth madh. Tash Allah na tregon çka nëse s'pastroheni. Që këshuni që ju ka ndonë njerëz votë. Edhe ka përnë Allah thëmudin. Kedhebet thëmudu bi tagwaha. Me arrogancën e vetë ka mohu dhe ka përgënjeshu thëmudi. Disa djetorin mënu me zgjetë pësa është përmen thëmudi. Pësë nuk përmen Adi, për shamu, Faraoni, apo. I kam, Allahu alem, nuk e dim. Por janë mënu me pru disa arsye, 2 për ty njën kogja interesante dhe i kam përmen djetarën. Kanë thonë, me që pjesa e dytë, është pjesë vetë disuse. Edhe është pjesë me nuanca pak kërcnuse. Nëse nuk e merë një seriosisht këtë realitet, mas ketë në betimeve, atëre merë këtë mësim këtu. Cilë është e mësimi? Merë mësimin e thëmudit. Të ndërum në kuadrët e popëve të shkatruar, qëre, që po thëmë, në kuadrët e popëve të shkatruar, Allah ka shkatruar popë në Nuhit. Ka shkatruar Allah gjella popët tjerë, me radhë, apo.
popullin e Lutit ka shkatruar Allahu xhel. Ka shkatruar Allahu xhel popullin e Thamudit, popullin e Adit, Hudin, popullin e Hudit, ka shkatruar shumë. Në kuadër të popullit të shkatruar, Thamudi konsiderohet populli më pak i rebelum në raport me tjerë, Thamudi. Se këtë kanë pas shirk. Po pas shirkut, për shembull, për shirkut, Thamudi veç e ka mbyt devën. Ma shumë s'ka po kurgjë, Thamudi. Luti ka pas të merë, me mas shirkut që kanë pas, se mjafton shirku i keq, po mas shirkut, për shembull, faraoni ka pas të merë, apo, populli ka pas tallje, e tjetë, do më kanë pas domon elemente shumë shëmtuara se populli Thamudit apo. E kanë dietarët, nëse Thamudi apo nuk e ka respektuar kërkesën për pastrim. Apo. Çka i ka bëu Allahu te bareku te ala apo? Çka të mërmenja domon për dikë tjetër. Në kuptim të thosë që s'ka kompromis, s'ka tolerim këtë aspekt fare apo. Dhe e dyta ka përmend Thamudin për shkak se populli i Thamudit, populli i ka qenë arab, e ka qenë më afër kurajshve, e ka njoft, ju ka sjell Allahu xhallahu është një shembull praktik konkret nga një e afërt e tyre që e kanë ditë se çka ndodh nëse nuk respektohet udhëzimi i Allahut për pastrim. Kadhabat Thamud bi tagwaha, pastaj Allah thot idhim ba'atha ashqaha. Don idhim ba'atha kur ngrit, kush është ajo ashqaha? Ashqaha për sheki, fjala shka, apo, i mjeruar, i dështuar, i humbur, e ungret a i maj humbur i tyne, maj dështuar i tyne, pa i sungret a i vetë. Ata i thanë, qyre, ti vraje, therre këtë devën, apo, e natë për krajmë, kajtë isim pjesë marës. Allah i dhim ba'athe e shkaha, fe kale hum Rasulullah, ju thaj dërgu me Allahu të azogjel. Kush e dërgu me Allah? Saliu. Naqat Allahu suqiyaha. Naqat Allah, devi Allahut, kuptim kërcënimin, mos e prekni, o suqiyaha. Edhe ajo po jep qumsht. Do po ju bën mirë, s'ka të keqe, mos e dëmtoni. Fa kadhabuhu. E përgjigjësuan. Si morën, nuk i morën seriozisht, domthon, nuk i morën seriozisht kërcënimet e pejgamberit, fa aqaruha. E tharën. Aqar, domthon, është dhabh, është me therr. Do më thonë, baktin e vogël, si kështë devën, delën, ose dhinë, ndërsa akër i thojnë devës, përshka kësë është, do më thonë, formë e caktuar e therjes, nuk therë devës, si kështë therën baktit e tjera. Sa më rëndësi, është me në fjone, fa akaruha. Po sa kanë bëket, Allah tha, fa dem alehim rabbum. Kjo fë, me i herë ka ndodhë, s'ka mu kompromis. Apo, përdaj të ndërnëz, Allahu Gjellera këtu të regon që, për gjithë ka do vjetë kuqe. Ka të lërim, e të këpastrimi, ka të lërim për kohë, për që saktuara, po nuk respektoni të lërimin, nuk respektoni afatet, nuk respektoni, dhe më thonë, mundësin që Allah ka epë, vje dënimi i Allah Gjellewale që s'ta mërmenja. E kërë këtë dërim të ndëvëzër, mund tjetë, jashtëm që shka artë të Thamudi, ju në kuptim kolektiv, po mund tjetë të individit ose shëqitit saktuara, për maj kje që është dënimi që e sirë Allah Gjellewala si pasoj, dhe gjëne, si pasoj e mos respektimit të afateve të caktuara për pastrim, Allahu te barek o tala me mbush zemrën një fak. Me mbush zemrën një fak. Së kërse për Allah Gjellewala në surën e Taube, përmen se, dhe më honë, kanë kërkun nga Allahu Gjellewala, dhe më që Allahu me i furnizu, këne me sadaka, këne me mirë, kur që s'kanë bu? Kanë rajt, kanë mashtru. Fa aqabahum nifaqan. Allahu tha dhe i vulosëm me nifaq. Allahu na thon. Vule. Andaj të ndrozë këto mësime, këto kuptime që po i marrën, nuk duhet me kuan ashtu si valla mirë është, ti ka mësuar seriozisht. Kjo është mirësi e Allahut që Allah na ka mundsuar me marr këto kuptime, këto gjëra të rëndësishme që janë shpëtimi jon në dunjën e ahiret. Mirë, po jo me bom tash pun njëri me zgat litarin sa donë do tema për shembull banale me qenë prezente në mes me vite. Mjaft mo. Mjaft më do sene banale, mjaft më do sene që s'na takojnë mo, mjaft mo. Kuptohet në fillim të udhëzimit, një vjet, hajt ka ndodh, hajt, deri kur mo musliman trajtohen në kësi niveli, do me banalitetet që realisht nuk shpërfaqin as minimumin e mësime që janë duke i marrë. Kjo rrezik që Allahu xhallahu ala mund që me sjell dënimin, fa damdama alehim rabbuhum bi dhanbihim.
Ja usillë Allah xhallahu dënimin bi dhanbihim, që pasojë më ka që kam bi dhanbihim. Dëm çka dëm ato. Dëm është një vazhdimsi, një vërshim dënimesh ato. Allahu xhallahu thamun e ka dënu me një zë të tmerrshëm nga lart, edhe me një dridhë të tmerrshme nga poshtë. I ka qenë dy gujt, edhe kanë meci të softirat të ngurdhura brenda shtëpive tyne. S'ka mund të kush me lëviz ato. Dënimi i Allahut është rrapt, nuk bën më tall me uzimet e Allahut xhallahu ala. Allah i jep afat, Allahu mëshiron, Allahu kujdeset për uzimin e njerëzve, i pret, jep mundësi. Po kur njerëzit gjitha këto mundësi i marrin për tallje, për hajgare, edhe nuk i respektojnë, dënimi i Allahut është dhëmshëm. Dënimi i Allahut është dhëmshëm. Fadamdam alayhim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha. Allahu tha, krejt njëjti ka dënuar Allahu subhanahu wa taala. Krejt njëjt. Pse krejt njëjt? Qysh njëjt si ai që ka thënë, si ai që ka thënë. Pse? Krejt janë barabartë. So më nësi kush e ka fut thikën devës, ose më nësi kush e ka inkaraju. Prandaj të ndrozën në të keqen, krejt dënon. Edhe ai cili flet, edhe ai cili vepron, edhe ai cili hesht, es flet. Krejt janë barabartë. Fasawaha. Për shkak se e keqja ka ndodhur si pasojë e pjesëmarrjes kolektive të gjithëve, secili me pjesëmarrje të caktuar në këtë keqje. Dhe besimtar duhet që ka të keqjes me lut një rol konstruktiv, me çka ka mundësi. Çka don pejgamberi sa? Domthon me dorën e tij, s'ka mundësi me dorën, me gojën e tij, s'ka mundësi me gojë, s'pa ku me zemër. Urreje të keqen, mos bashkëto me të keqen, mos bashkëto me mëkatin, mos bashkëto me devijimin, mos e normalizo. Urreje tenton forma të caktuara me ndryshu, spaku minimalisht në veten tonë, spaku në rrethin tonë, në familjen tonë, lëviz, por nëse vjen dënimi i Allahut dhe vjen hidhrimi i Allahut xhallahu ala, ti je i përjashtuar për faktin se ti e ke bërë që ke pas mundësi atë. Kjo është sura Shams, që na lëviz të jemi produktiv në ndryshimin e situatave kur bëhet fjalë për dominimin e të keqes. Për faktin se fasawaha, këtë barabart. Edhe Allahu tha wala yakhafu uqbaha. Edhe Allahu azza wa jall nuk ka frikë nga pasojat e dënimit apo. Mund të thonë, po shkaton themudhë që tani dije që çka dije. Çka bëhet ato? Allahu xhallahu ala të ndërmos ja unon njerëz ujin tok. Çka bëhet? Po vjen tani na tanolim ti kanë nani Allahu ta zot. Çka kimi nalt aty apo? Çka kimi bëhet aty Allah? Kur gjej? Kur gjej? Dhe shikoj kjo pjesa e fundit që shpërfaq madhrinë e Allahut te barekotala, madhështinë e tij, sa është goditse për nefsin kuptim të pastrimit, mos e zemër me qita, wala yakhafu uqbaha. Allahu xhallahu ala dënon njerëzit, wala yubali. Edhe fare për këtë, mohon Allahu azza xhall, kuptim që i takon Allahu azza xhall, çu na mund ta përkthejmë, nuk mërzitet. Absolutisht s'ka as se kalkulojmë këtë punë fare, çka mund të më ndodh bile, absolutisht. Andaj çdo vonim i dënimit, o veç nga rahmeti i Allahut azza xhall, vallahi. O veç mundësi që njerëz të udhëzu. Jo në kuptim të asaj që Allah pret moment të volitshëm për të. Jo, të gjitha momentet për Allahun të volitshme. Të gjitha opsionet për Allahun të hapura të mundshme. Asnjë opsion kur nuk humb, absolutisht. Asnjë moment nuk është më i pavolitshëm për Allahun se sa tjetër. Kur ka të volitshme, ka të hapura, ai bën çka don. Prandaj kur Allahu xhallahu të lëmë ndodhe keqja në tokë, nuk ka pse nuk don ai me ndërthy. Nuk don pse nuk mundet larg asaj. Por i ka zbrit udhëzimet çka duhet na me bëu ndodhe keqja. E njerëzit në pamundësi me vepru vetë, edhe për me amnestu vetit në tyne, pastaj e bartin qërtimin tek Zoti i tyne. Edhe kjo është nga krimet madhore që njeri i papastruar, me mendim të keq për Zotin e tij, e adreson tek krijuesi i tij Allahu na ruaj. E kjo është e tmerrshme dhe është krim aftë. Prandaj Allahu tha wala yakhafu uqbaha. Allahu azza jall, ai që bën diellin e hanën e këtu, i dënon edhe fare për këtë Allahu azza jall, domthon nuk ruhet në kuptim të asaj se mund më ndonjë keqje. Nga kush? Kush ka mundësi vodi çka apo? Çka ka mundësi vodi? Na dielli s'ka çka i bëj apo? Çka i bëj diellit? A mund të mu hakmon ndaj diellit? Nëse dielli po ne dik malet, apo tash kanë mu hakmon ndaj diellit apo? A mund të mu hakmon? Çka kemi bërë rrezve diellit apo? Çka kemi bërë? A pse do të jeni apo? Lëmë na për Allahu azza wa jalla. Dhe gjitha këtu janë me ndikim në pastrimin e shpirtit dhe në zbrazën e shpirtit dhe nefsit nga frikat e panevojshme. Nga frikat e panevojshme që të mbush me frikën e Allahut te barekutaala, frikë që organizon jetën e besimtarit në raport të kësaj që përmes surja Ash-Shams apo. Kjo është ndonjëse një përmbledhje e kuptimit të surës Ash-Shams. Allahu na i pastroft zemrat, shpirtat tonë. Allah na mëson që të mbushemi
me atë që duhet të mbushemi e të zbrazëm nga që duhet të zbrazëmi dhe ky proces jetë i vazhdueshëm që suksesshëm të arrijmë në këtë mbushje dhe zbrazje para vdekjes tonë e dalim para Allahut faqevardh, edhe që pastaj shpërblimi të jetë xheneti e jo dënimi i tij. Me kaq për këtë pjesë Allah shpërbleft. Sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.